respekto procedurën. Ne impozim ja mosh shkarkimi yt nga pozita antarit të Këshillit. Ton ky sistem më u largu zoti Çale, unë nuk konsideroj ndryshe veç presion. Pak rëndësi ka a diskuton ky a marr vendim këtu. Ky e bëni kurum të kundërligjshëm këtu. Por ne është i paligjshëm. Respekto procedurën. Ne i paligjshëm. Prandaj gjithë antarët jeni njoftuar nga ushtruesi i detyrës kryeprokurorit që i njëjti është duke i ndjek rrugë ligjore, përveç me padi të kësaj ankese, të cilën e ka dërguar në Gjykatë Supreme, e shtyn ekzekutimin e një vendimi. Edhe pse i paligjshëm. Dhe ankesa ndaj vendimit të Këshillit ka efekt suspenziv. Po këtë situatë keni kriju jo ai. Po çashtu trego pra si do me lçu edhe i përgatitur sigurisht e kalu. Për shkarkimin e zotit Kelmendi. Po dhon propozimin. Dhon propozimin. Impozim ja mosh shkarkimi yt nga pozita antarit të Këshillit. Kjo proces ka marrë një rrugë gjyqësore, janë dy procese dhe në Gjykatë Supreme ka shkuar veprimi tjetër. Prandaj ju lutem kur propozojmë gjithçka, propozimi jam është të shkarkohet kryesuesi. Para se të fillojmë me rendin e ditës, cilën ku kemi prezencë të kontestuar të personave, respektivisht pjesëmarrje të personave të pa autorizuar. Ashtu si ky Këshill e din edhe i gjithë opinioni publik për KPK me rastin e shkarkimit të zotit Kelmendin ka pozita ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit është ankimuar në gjykatë tonë edhe zoti Çalaj. Me gjithë respektin, për më të lehtëshëm, si në këtë rast paraqet edhe përgjegjësia për vetë zotin Çalaj, cilën e kisha rekomanduar që mos më qenë pjesë të zyrtar, kështu që ajo është mendimi yt, unë Para se me shku, se jam të shku, nuk tash. Ne do të qëndrojmë vetëm në procedura disiplinore me që janë. Prandaj për procedura disiplinore mund të na konsiderani. Thirrni mendjes, ndërprejeni, i caktojmë procedura disiplinore. Ne sot e kemi shndruar Këshillin në nivel që po performojmë kush dhe cili më mirë nga ne. Megjithatë, për mos me cënuar integritetin tim profesional, të cilën e kam thënë edhe më parë, as mbarvajtjen e mbledhjes, unë shumë e konsideroj të nevojshme, shumë të domosdoshme, shumë të përgjegjshme nga ana ime që tërheqem nga kjo mbledhje. Megjithatë, nuk do të tërheqem para se unë çes edhe një kërkesë për të diskutuar, sepse qëndrimi im këto rrethana këto. Pastaj kishme kriju shumë konfuzion fillimisht me veten, po natyrisht që nuk do të shërbente as transparencës, as nuk do të shërbente besimit publikit, gjë që ne do t'i garantojmë ata. Që në këtë Këshill të rikthehem kur të kemi situatë të qartë ligjore. Sot po tërhiqem nga Këshilli për të mos u kthyer as në mbledhjen e radhës, nëse ne do të vazhdojmë me tonacione, nëse ne do të vazhdojmë me emocione, nëse ne do të vazhdojmë të gjuajmë gur tek njëri tjetër. I nderuar kryesues, unë para se të tërhiqem kisha kërkuar prej teje një pauzë 15 minutash për shikuar, për diskutuar mundësi në mënyrë që të harrojmë edhe figurën e zotrit Çale, sepse është pjesë e zyrës kryeprokurorit të shtetit, sepse është ngrit me faktin që është ngrit një dilemë për një vendim të palegjshëm, është ngrit dilemë pavarësisht epilogut i cili do trajtohet në gjykatë, ndoshta duhet të reflektonte edhe zotni Çalaj. Krejt këto po e tham me qëllim të asaj që dhe ai e tha, besimit publik, ndërsa ex officio dhe ashtu kryeprokurori i shtetit e ka pozicionin Këshill, ex officio nuk ka pozicion tjetër. Unë një lës me respektu ligjin edhe derisa merr gjykata një vendim, lutem ta respektojmë, ta presim gjykatën, mos paragjykojmë. Kështu që çdo koment rreth atij vendimi, unë besoj nuk është i përshtatshëm. Pandej. Rregull, zoti Çala u deklarou se do të qëndroj dhe u prononcu. Tash nëse ton ky sistem më u largu zoti Çala, unë nuk konsideroj ndryshe veç presion. Me presion me largu. Unë u shpreha në pasuesin që e thash, më herë thash. Në këtë arsye, si antar e këtë oficio do të marrë pjesë në këtë takim përputhje me ligjin. Nuk e kam ndërmend në diskutu fare në asnjë pikë, dhe po e citoj edhe një herë. Nuk do të përfshihem në diskutime. Mikrofonin nuk po të dëgjosh. Duke mbajtur qëndrim neutral deri në përfundimin e procesit gjyqësor. Nuk e di sa paraqet kjo qartësi, jam ex officio. Vetë zoti Çala i tha këtu jam ex officio. Po, sepse ligji nuk ka para pa mënyrë tjetër
pjesëmarrjes së një kryeprokurorit të shtetit në Këshill, përveç pozitës ex officio. Po keni parasysh, pak rëndësi ka a diskuton ky a marr vendim këtu. Ky e bën i quorum të kundërlidhshëm këtu. Sepse me prezencën e tij të kundërlidhshme këtu bëhet quorumi për me vazhdu punën ky Këshill. Këtu është poenta, prandaj për këtë arsye më pengon prezenca e tij. Që jo, atëre marrim si propozim shtesë edhe shkarkimi i kryesuesit. Si pikë e randi ditës, propozimi për shkarkim.